ngushtica e Hormuzit. Besoj se kishe një koment, pastaj e çojmë tek ngushtica e Hormuzit, sa e vështirë do të jetë edhe zgjedhja e situatës në fjalë, teksa të dyja palët kanë treguar nëse kalojnë anijet, po marrim rastin e iranian, nëse kalojnë anijet amerikane, ne do t'i godasim, ndërkohë SBA-ja thotë ne kemi arritur marrëveshje, paktën Trump del her pas here dhe thotë që ata kanë pranuar kushtet tona, është pak e paqartë kjo situatë. Mendoj, pavarësisht deklaratave që kanë bërë të dyja palët, si Shtetet e Bashkuara, ashtu dhe pala iraniane, pavarësisht se kanë futur dhe negociatorët aty në mes, besoj se të dy palët do ridimensionojnë dhe një herë faktorët e tyre, ekonomik, politik, social, dhe do të shtyjnë negociatat për të rinegociuar përsëri ose për të ribiseduar dhe mendoj se do gjejnë një zgjidhje që do të jetë në interes të dy palëve, edhe të Shteteve të Bashkuara, edhe të Iranit. Personalisht, ne jemi pro Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pro forcimit dhe, si thua, jemi një vend pro-amerikan, dhe në këto negociata, sigurisht, unë jap dhe mendimin tim personal, pavarësisht deklarimeve që ka thënë presidenti Amerikës, apo pavarësisht kritikave të shumta që ne i kemi diskutuar pas here, mendoj që negociatat do të jenë në favor të, domethënë do të tolerohet për sa i përket kërkesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.